ka interpretime të caktuara, mendoj që Bashkimi Evropian nuk ka të influencë ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se në një mënyrë u flasin të gjithë aktorëve politik, edhe në një mënyrë japin dhe urdhra indirekte. Bashkimi Evropian nuk jep urdhra, jep sugjerime. Domethënë që se SBA jep urdhra, Bashkimi Evropian jep rekomandime, jep sugjerime, kuptohet ata kanë njeriu në tyre në Tiranë. Nëse marrëdhëniet midis Ramës dhe Trumpit janë të ftohta, Rama kryesisht ka pas marrëdhënie mira me amerikanët, por nuk i ka aq të ngrohta sa që ka me Bashkimin Evropian. Domethënë po të kujtojmë dhe në vitet e para të qeverisjes së tij, Rama ishte djali i vogël i Angela Merkel, domethënë një Benjamin politik i Angela Merkel, ka marrëdhënie shumë të mira me Macronin, i ulet Giorgia Melonit në gjuhë, për domethënë ka një marrëdhënie shumë ngrohtë me udhëheqësit evropian, nuk e ka këtë me amerikanët. Kështu që në këtë kuadër është interesi i Bashkimit Evropian që faktorët politikë si puna e Edi Ramës të forcohen, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera, në mënyrë që realisht Shqipëria të jetë një protektorat i plot evropian. Aktualisht ka influencë turke, ka influencë amerikane, ka ndoshta influencë në vende të tjera, por që të jetë komplet protektorat evropian. Qartë. Ky është qëllimi. Mirë, dua të flasim edhe për një zhvillim që do të ndodhë ditën e nesërme, kur në Tiranë këtu do të mbahet një tubim, një protest, mund ta themi, në mbështetje të ish liderëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, që ndodhen aktualisht në proces gjykimi në Hag të Hollandës. E veçanta e këtij tubimi është se do të marrin pjesë të gjithë mbështetësit e ushtrisë qeverimtare të Kosovës, të komandantëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, jo vetëm nga Kosova, por edhe nga Maqedonia e Veriut apo kudo tjetër ku ata mund të jenë. Të duket pak e çuditshme një çuditshëm një zhvillim i tillë, Ruel, si analizoni atë që do të ndodhë nesër? Jo, nuk më duket e çuditshme. Mendoj që është tubimi i nesërm reflekton në fakt përplasjet politike që sot ekzistojnë midis botës shqiptare. Nëse mund ta quajmë këtë hapësirën ku ka shqiptar ose dhe shqipfolës në Ballkan, bota shqiptare. Në bota shqiptare ka disa faktorë politik. Faktori kryesor politik është Tirana zyrtare, që aktualisht dominohet nga Partia Socialiste dhe nga zoti Edi Rama, që është kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri i vendit. Përplasjet më të mëdha, zoti Rama i ka me kryeministrin e Kosovës, njerëz dhe lidhen e partisë më të madhe në Kosovë, lëvizjes së vendosjes, zotin Kurti, dhe ka një luftë të ftohtë midis tyre për arsye të cilat janë pragmatike por dhe ideologjike. Cilat janë këto ti sqaroj pak për publikun këto dy rrafshe të analizës. Në aspektin pragmatik, zoti Rama ëndërron që të jetë presidenti i Shqipërisë së Madhe një ditë. Një ambicie apo një ëndër që e ndan dhe zoti Kurti. Edhe Kurti, duke qenë një nacionalist shqiptar i Kosovës, kërkon që të mos qeverisë vetëm Kosovën, por të qeverisë Shqipërinë e Madhe. Jetë ai djali nga Kosova që i qeverisë Shqipërinë e Madhe. Ka një përplasje interesash. Ka edhe një përplasje mendoj ideologjike. Në letër, edhe Rama, edhe Kurti janë të dy progresistë të majt, por siç e dim mjaft mirë edhe unë edhe ti e gon, sot përplasja nuk është më midis të majtës dhe djathtës, por është midis globalistëve e sovranistëve. Dhe zoti Rama është një majt globalist, zoti Kurti është një majt sovranist. Kështu që këtu ka një përplasje ideologjike dhe konkretisht, nëse zoti Rama kërkon Bashkimin Evropian e pastaj Bashkimin Kombëtar, zoti Kurti kërkon Bashkimin Kombëtar e pastaj Bashkimin Evropian. Kështu që ka jo vetëm një përplasje pragmatike, por ka dy vizione të ndryshme në raport me si duhet qeveriset shqiptaria dhe cili do jetë kohezioni gjeopolitik dhe konsensusi i politikës jashtme të faktorit shqiptar në Ballkan. Si lidhet kjo me UÇK-n? UÇK-ja dhe udhëheqësit e saj janë kundërshtar të thekur të zotit Kurti. Zoti Kurti ka bërë një karrierë politike nga demonizimi i UÇK-s, i ka quajtur hajna, i ka quajtur të korruptuar, i ka quajtur argat të shtetit serb etj. Në këto kushte, zoti Kurti ka një rivalitet me UÇK-n. Në një farë mënyrë armiku tim është miku im, sipas zotit Rama, dhe me këtë logjik, Hashim Taçi, Kadri Veseli, por edhe administratë tjetër të UÇK-s janë në mënyrë inherente aleat të zotit Rama, e të Partisë Socialiste. Pra, kemi edhe një luftë proksi, nëse mund ta quajmë, midis Kurtit dhe Ramës, e cila manifestohet si në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut,
por manifestohet dhe me gjykatën speciale të Hagës dhe me mbështetjen që Rama po jep UÇK-s dhe luftës ligjore të UÇK-s ndaj gjykatës në Hagë dhe mos mbështetjes që Kurti po jep kësaj të fundit. Kështu që unë këtë protestë të UÇK-s e shoh jo vetëm si një çështje idealistike, ku ka shqiptarë të cilët e konsiderojnë UÇK-n ushtri shqiptare dhe normalisht si shumica e shqiptarëve mbështesin, por dhe një çështje ose një manifestim konkret të përplasjeve të interesave politike, pragmatike, ideologjike të faktorëve të ndryshëm në botën shqiptare. Po, nëse është kështu siç thua ti, është ky një zhvillim i mirë për interesat e botës shqiptare në tërësi, apo është një përçarje e cila nuk i nevojitet? Duke marrë parasysh këtu edhe po them kundërshtarat tonë në interesin kombëtar që është bota serbe, për shembull. Mendoj që protesta e për UÇK-n në vetvete nuk i përçan shqiptarët, nuk i përçan këta faktorë politik, sepse Rama dhe Kurti kanë pas marrëdhënie jo të mira edhe para kësaj proteste, domethënë nuk është e re kjo gjë. Dhe mendoj që protesta për amnistimin e luftarëve të UÇK-s është shumë pozitive. Në një farë mënyra afirmon atë të vërtetë që ne e dimë si shqiptarë që UÇK-ja pavarësisht gabimeve që mund të bëjë luftës Kosovë, siç çdo ushtri shqiptare apo si çdo milici shqiptare do mund të bënte, UÇK ka bërë një luftë të drejtë në Kosovë për ndalimin e represionit ushtarak, ekonomik, politik, social serb ndaj shqiptarëve të Kosovës dhe për më vonë për të vendosur në vend një padrejtësi të bërë në shqiptarë nga konferenca e Londrës në vitin 1913 që trojet shqiptare të Kosovës ja dha atëherë mbretërisë serbo-kroato-slovene dhe më specifikisht të Serbisë. Që nuk mendoj që protesta e UÇK-s është zhvillim negativ, është shumë pozitiv për botën shqiptare. Nga ana tjetër, përplasjet Rama Kurti janë sigurisht jo produktive dhe jo të mira për botën shqiptare. Ti përmendë botën serbe, shiko pak sinergjinë politike që ka presidenti Vučić me counterpartin e tij ose me homologun e tij në Republikën Srpska, Milorad Dodik. Pra janë në unison të plot politik. Serbia madhe apo bota serbe është unison të plot politik. Sigurisht që unë jam i bindur se nëse ti hyn thellë këtyre muhabeteve, bota shqiptare dhe bota serbe në fakt nuk janë kundërshtarë të njëra tjetrës, janë aleatë të njëra tjetrës, në sensin që janë dy popull më të mëdhenj të Ballkanit Perëndimor që të dy duan të zgjerojnë territoret e tyre historike për shkak të padrejtësive që u han bërë dhe sigurisht që shkëmbimi kufive në Kosovë të ishte një gjë fantastike që për shef Bujanos Medveç të i barkonin Kosovës, ato enklavat serbe tu jepeshin serbëve dhe konflikti shqiptaro-serb mbyllet aty edhe edhe serbët dhe shqiptarët ndjekin në mënyrë të mëvetshme aspiratat e tyre për bashkim kombëtar në rajonet respektive, serbët me serbët e Bosnjës, ne me shqiptarët e Maqedonisë dhe Malicit dhe Kosovën. Pra nuk mendoj që janë antitetat njëra tjetrës, por kjo është historia që na shitet. Sidoqoftë, nëse ti do një botë shqiptare të fortë, duhet që udhëhecit e dy vendeve më të mëdha shqiptare, shqiptolse, Edi Rama dhe Albin Kurti janë unison politik me njëri-tjetrin dhe kjo nuk po ndodh. Qartë. Mirë, dua të kaloj pak tani tek zgjedhjet Kosovë e fundit që do flasim bashk. Si pas zgjedhjet e 12 tetorit Kosovë, ato prodhuan në masën dërmuese balotazhe. Pra ende nuk kemi një rezultat i qartë. Për shembull, po themi 3 komuna ka fituar pa balotazh vetëvendosja, 3 komuna ka fituar pa balotazh PDK, nga 2 komuna kanë fituar LDK dhe AAK, mos gaboj edhe nisma socialdemokrate. Tani, por çështja është që prodhuar shumë balotaruel kjo. Unë do të në fakt të bëj tre vështrime në raport me zgjedhjet në Kosovë. E para njëherë fakti që ka shumë balotazhe të tregon për cilësinë e demokracisë kosovare, që sigurisht ka probleme. Në bazë të Freedom House është një regjim hibrid, një demokraci pa plot, por unë mendoj që në raport me Shqipërinë është një demokraci shumë më kompetitive. Nëse në Shqipëri pluralizmi politik është asgjësuar, ti ke sot një hegemon politik si Partia Socialiste, në Kosovë ka akoma balotazhe, ka akoma rezultate të ngushta, ka një sër faktorësh politik të cilët marrin vota që prodhojnë përfaqësim, qoftë në parlamentin e Kosovës, në kuvendin e Kosovës, qoftë në asamblet komunale, që është versioni ynë i Këshillit Bashkiak, dhe sigurisht që ne e dimë jashtë nga shkenca politike që
konkurrueshmëria politike është një prej themeleve kryesore të një demokracie të shëndetshme. Nuk mund të thuash ti dot që janë demokraci, ndërkohë që ti s'ke konkurrueshmëri politike. Domethënë Putini për shembull në Rusi ka parti atje, po Putini merr 85% të votave. S'është demokraci, pra se s'ka konkurrueshmëri politike. Kështu që në këtë sens, ky është vështrimi i parë që unë dua të bëj, konkurrueshmëria politike. Së dyti, një rezultat shumë i mirë i listës serbska, lista serbe, e cila ka marrë 9 komuna pa balotazh, i ka fituar në mënyrë plebiscitare. Ky është një reagim i drejt për drejt i komunitetit serb dhe i Beogradit zyrtarit, që ka kuptohet vazhdon ta ketë fuqishme tutelen e vet mbi komunitetin serb atje. Kujtojmë që në vitin 2000, mos gabojmë, vitin 2021 apo 2020 pati zgjedhje të parakohshme, zgjedhje bashkiake në Kosovë. Kryetarët e komunave serbe refuzuan të marrin pjesë, ma korrigjoti vitin as 2021-2022. Kryetarët e komunave serbe refuzuan të marrin pjesë, aty u futën kryetarë shqiptar, pati protesta të mëdha, zgjedhjet nuk u mbajtën, tani më rikthehemi në një status quo të re politike, që ne jemi mësuar ta shohim në Kosovë që komunat serbe dominohen në fakt nga kryetar komunash serb. Dhe vështrimi i tretë që unë dua të bëj, gjë që më është konfirmuar dhe nga shumë analistë politik në Kosovë, është rezultati dobët e lëvizjes vetëvendosje me 3 komuna të fituara. Në balotazh lëvizja vetëvendosje është e dyta në shumicën e komunave, pra nuk i fiton dot ato komuna. Pak nëse pas sondazheve, sepse zgjedhja në nëntor ka akoma fushat për tu bërë. Dhe mendoj që ky dërmim i vetëvendosjes në zgjedhjet lokale tregon pak kënaqësinë që popullata ka me Kurtin për shkak të sanksioneve dhe izolimit të Kosovës, që mund të sjellë shumë shpejt në zgjedhjet e parakohshme në Kosovë, që unë mendoj do të prodhojë një qeveri tjetër nga ajo e Albin Kurtit, por të presim e të shohim. Qartë, pra mendojnë që do të zgjedhjet e parakohshme do të ndryshojnë edhe qeverisjen qendrore. Mendoj se po, sepse në rast se vetëvendosja mban 3 apo 4 komuna, është qartësisht mendoj e dukshme që i mungon legitimiteti politik jo vetëm në nivelin komunal, por dhe në nivelin qendror, se nëse ti tërmosh në zgjedhje komunale, ato komuna votojnë dhe në zgjedhje qendrore. Ka një specifik, edhe analistët në Kosovë thonë shpesh këtë, që votimi i përgjithshëm, pra votimi qendror për parlament ndryshon nga votimi komunal në Kosovë. Është një vend që e ka këtë specifik. Pra, votimi i përgjithshëm ka tjetër qasje dhe votimi komunal ka tjetër qasje në Kosovë. Dhe për shembull, edhe 2 partitë e tjera të mëdha, si Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, po themi, pavarësisht se në balotazh janë me përqindje më lartë se Partia e Zotit Kurti, nga 3 dhe nga 2 komuna kanë fituar pa balotazh ende. Duhet presim 9 nëntorin për të parë se si do ndahet tamam ajo torta e komunave. Është e vërtetë kjo që thua, ti populli i shqiptarëve të Kosovës, populli kosovar, duke qenë kulturalisht më demokratik, nuk e voton siglën aq shumë sa që votojnë në shqiptarët e Shqipërisë në zgjedhjet vendore, në zgjedhjet lokale, dhe nëse shohin një kandidat shumë të mirë nga një parti fakire që nuk njihet në zgjedhje nacionale, në zgjedhje kombëtare, ata kanë tendencën ta votojnë. Që në fakt do duhet ta bënim dhe ne, por që ne nuk e bëjmë ata. Ke rastin domethënës të Drenasit, nëse e ke ndjekur këto ditë, të kandidatit që doli nga Partia Demokratike e Kosovës dhe e mundi, domethënë doli dhe e mundi partinë. Atje në bastionin e saj. E kam të dëgjuar, nuk e di emrin e kandidatit, të them drejtën, dhe mund të më thuash ti më shumë për këtë pjesë, por prap vërteton atë që themi ne, që po themi unë dhe ti, që pavarësisht se Kosova është një demokraci e paplot, në aspektin e konkurrueshmërisë politike, Shqipëria ka shumë për të mësuar nga Kosova, sepse edhe pse Shqipëria është një sistem multipartiak në letër, de jure, de facto është një sistem dypartiak, për shkak të sistemit skandaloz të krijuar nga listat e mbyllura nga ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 dhe një ripërtëritje të atij sistemi me asgjësimin e koalicioneve në meshën e vitit 2020 dhe së shpejti, shpresojmë të mos ta shohim, por ka shumë zëra që thonë që kjo do ndodh, një rikonfigurim i parlamentit nga 140 deputet në 100 deputet, një ndarje me 2 dhoma e parlamentit, me demek për demokratizuar vendin, po në fakt për të eliminuar faktorët e ri politik dhe mundësinë e hyrjes tyre në parlament, dhe pse jo tranzitimin e Shqipërisë nga një republikë parlamentare në një republikë presidenciale. E andaj mendoj që nëse Kosova bëhet gjithnjë më multipartiake, Shqipëria bëhet gjithmonë më shumë bipartiake dhe shpresojmë jo monopartiake, dhe në këtë aspekt duhet të mësojmë më shumë nga Kosova.